Mbani rozmarin në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto tre sëmundje. Rozmarina është një bimë e cila është vlerësuar për shfrytëzimin e saj për shekuj të tërë. Qytetrimet e lashta e përdorin atë për të forcuar memorien, ndërkaq shkencëtarët tani kanë konfirmuar disa nga vetitë e kësaj bime të vlerësuar gjërë. Studime shkencore kanë treguar se rozmarina përmban acid karzonik, i cili lufton dëmet nga rrezatimet e lira në trup dhe gjithashtu mbron acide natyrale që i udhërojnë në qelizat e trupit dhe ADN-s nga dëmet e ndryshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Rozmarina ka përbërës që nxisin qelizat e trurit që janë përgjegjës për memorien dhe logjikën të komunikojnë më mirë me njëra tjetrën. Një studim ka vlerësuar efektet e vajit të rozmarinës duke e ndarë në 66 persona në 2 grupe. Njëri grup është dashur të qëndrojë në një dhomë ku ka pasur aromë rozmarine, ndërkaq tjetri në një dhomë pa aromë. Rezultatet kanë qenë mbreslënëse. Pjesëmarrësit në dhomën e parë kishin pasur 60 deri në 75% shanse më shumë për mbajtjen mend të gjërave krahasuar me ato në dhomën tjetër. Sipas hulumtuesve Yama McCready, grupi i parë që ka qenë më i shpejt në mbajtjen mend të 7 gjërave dhe i ka kompletuar 4 detyra më shpejt se sa grupi i dytë, të cilën nuk e kishin uhatur vajin e rozmarinës. McCready thotë se duhet të përdorni rozmarinën për të pasur një performancë më të mirë të shëndetit të trurit tuaj. Kjo gjithmonë edhe në kombinimin e dietës suaj edhe aromën e saj të veçantë. Vlerat dhe përfitimet që merrni nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme e deri tek organizmi. Ndaj përdorimi i saj duhet të bëhet në mënyrë të rregullt dhe të kujdesshëm. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në familjen e mentes, arritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret edhe në gatime të ndryshme. Vlerat që do t'i ofrojë shëndeti do ta cilësojnë atë si një nga produktet më ushqyese për trupin. Siç e tham, nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet mbreslënëse që do të merrni nga përdorimi i bimës së rozmarinës në dietën tuaj. Ja disa nga vlerat më të mira ushqyese që do të merrni prej saj. Ka ndikime pozitive në shëndetin tuaj të mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë tyre dioksidin e karbonit. Ndaj, nëse përjetoni probleme me mushkërit, atëherë do të thotë më pak oksigjen në trup, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera të cilat mund të vendosin në rrezik edhe jetën tuaj. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve të mrekullueshme, ekzistojnë edhe mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim shumë i mirë i vitaminave. Përmban vitaminën A, vitaminën C, duke përfshirë këtu edhe minerale mjaft të vlefshme të tilla si magnezi, kaliumi dhe zinku. Këto minerale do të ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar dhe do të nxjerrin jashtë të gjitha toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë një shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi plurin dhe ndotjen. Kështu që nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini si çaj, të bëni masazh në krahëror me vajrat esencial të rozmarinës dhe kështu do të merrni lehtësimet e saj. Rozmarina është e mirë për shëndetin tuaj të syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë efektive. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi 50 vjeç dhe dobëson shikimin gradualisht. Për të ulur riskun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumi sa më shpesh i kësaj bime të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Rozmarina është një bimë e mirë për tretjen e shëndetshme. Duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë do të ndihmojë edhe për tretjen më të mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarinës secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar më shumë nga kjo shije e shëndetshme. Vlerat e rozmarinës janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kujtesës. Ndihma që kjo bimë jep në memorie dhe në përqendrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në kohët e lashta si receta natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime vërtetojnë këtë.
Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse konsumohet në mënyrë të rregullt. Rozmarina është një bimë shumë e mirë edhe kundër problemeve të depresionit. Rozmarina ndihmon në sëmundjet neurologjike siç janë depresioni, ankthi dhe skleroza e shumëfisht. Mjafton ta konsumoni rregullisht, të përdorni çajra ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Ajo largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesës largohen lehtësisht me rozmarin, pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Sigurohuni të konsumoni sa më shumë çaj rozmarine gjatë përditshmërisë së suaj. Në çdo rast është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se ta zgjidhni atë si një bimë medicinale. Por duke ditur efektet dhe vlerat që ka për shëndetin, shumë prej jush kanë filluar të përdorin rozmarinën, si një bimë e cila mund t'jap shumë ndërsa i nevojitet vetëm pak. Ajo mund të cilësohet si një nga barishtet më të mira me ndikime pozitive kundër një sër komplikacionesh. Rozmarina është një bimë aromatike që rritet shumë mirë edhe në klimën tonë. Kjo barishte e vogël, përveç se një erëzë shkëlqyer, është e fuqishme për trupin dhe për mendjen. Përfitimet janë aq të mëdha sa që askush nuk i ka shmangur përdorimet e saj. Rozmarina mund të përdoret për relaksin e mendjes suaj. Rozmarina mund të qetësojë një mendje të shqetësuar si dhe të garantojë një ndjesi gjallërie. Ju duhet vetëm të fërkoni bimën e vogël mes gishtave dhe të thithni aromën e shijshme. Kjo do ju relaksojë në momentet tuaja më të stresuara. Ajo është e pasur gjithashtu dhe me antioksidant. Rozmarina përmban antioksidant të fuqishëm që mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Për ato që nuk e dinë, kjo barishte ka acid karzolik gjithashtu dhe acid ursolik, të cilat janë antioksidant të njohur me veti të mira antiinflamatore. Vetit e rozmarinës janë gjithashtu të pasura me element antiinflamator. Ajo përmban veti antiinflamatore dhe ndihmon në trajtimin dhe lehtësimin e komplikacioneve të astmës, artritit dhe problemeve të tjera. Do të përmirësojë shëndetin tuaj të trurit. Rozmarina rrit rrjedhjen e gjakut në kokë dhe gjithashtu stimulon sistemin tuaj nervor. Ajo mund të përdoret edhe si një bimë për të përmirësuar kujtesën. Dhe më mirë akoma, përmban përbërës që parandalojnë degradimet e shëndetit dhe neurotransmetuesve të rëndësishëm për të mbrojtur memorien dhe për të parandaluar probleme të tilla siç është edhe Alzheimeri. Ndihmon nga lodhja dhe stresi i veshkave. Bima ka aftësi të luftojë lodhjen, stresin e veshkave pasi zbut edhe hormonet. Është e mrekullueshme sepse sot shumica e njerëzve jetojnë në një gjendje tensioni të vazhdueshëm. Për këtë arsye, trupi ynë mund të përjetojë edhe më shumë efekte të dëmshme. Gjithashtu, në këtë rast rozmarina së bashku me barishtet si livando ka aftësi të jashtëzakonshme për të ulur nivelin e kortizolit në trup. Do të rrisë nivelin e energjisë. Rozmarina është një nxitës i mrekullueshëm, gjithashtu mbështet qarkullimin e gjakut, përmirëson tretjen, stimulon rritjen e shëndetshme të flokut dhe forcon edhe sistemin tuaj imunitar, citon Step to Health. Përdorimi i rozmarinës në dietën tuaj duhet të bëhet në mënyrë të rregullt dhe brenda sasive të lejuara. Kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënse. Rozmarina ka aftësi parandaluese për rënien e flokut dhe kundër thinjave. Vaji i rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur gjërësisht për të stimuluar dhe ushqyer rënien e flokut dhe për rritjen e tyre. Por si të përgatisni çajin e rozmarinës? Nëse doni të përdorni çajin e rozmarinës, atëherë bëheni në këtë mënyrë. Përbërësit që duhen janë një filxhan me qumësht, një deg rozmarin të thatë ose një lugë gjedhe rozmarin të thatë, një lugë çaji me mjaltë. Ndajini degin e rozmarinës në copza dhe hidheni në tenxhere me qumësht dhe lini të zjejë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe lini të qëndrojë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet të përzieni lëngun vazhdimisht. Shtypni copat e rozmarinës me lugë që të lëshojnë aromën e fortë dhe të çlirojë vajrat esencial. Shtoni mjaltë dhe çaji është gati. Rozmarina është një bimë e cila mund të rritet lehtë në shtëpinë tuaj dhe gjithashtu nuk ka nevojë për shumë përkujdesje. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja për të marrë këto përfitime mbreslënse, citon Step to Health. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.